Unë mendoj që nuk ka shumë rëndësi nëse vota ka vlerë. Unë mendoj që koncepti i të votuarit, koncepti i të pasurit një vot, një zë, i jep mundësinë gjithë secilit që bën pjesë në një shoqëri, jo vetëm që të ndihet i pranuar dhe i përfshirë, por edhe në rastin më të mirë, nëse një vendim merret kundër mendimit të vet, prapë t'i japi më të mirën sepse minimumi e kishte mundësinë për të shprehur mendimin e tij të kundërt. Dhe tek shpella e piratëve, domethënë, në momentin kur ata gjen atë librin në sarkofagun e atij piratit, pasi Gjon Baba ka vdekur, Gjon Biri i vin cari i Bullgarisë, i thot do ju vrasim, do ju bëjmë. Edhe Gjon Biri, ta kuptojmë se sa popull demokratik, se ne e shajmë veten për shumë gjëra, domethënë, por do ta kuptojmë që edhe në trillime të tilla për fëmijë, sa e ngulitur është demokracia tek ne. Gjon Biri, edhe pse ishte i biri i Gjon Babës, që ishte çdo lloj perceptimi human, Gjon Biri, në momentin që i vjen letra, nuk i shkoi mendja të thoshte fjalinë e parë, asnjëherë. Unë jam Gjon Biri, biri i Gjon Babës, nuk mund ta lejoj unë që të më përlyhet fytyra ime, gjaku im apo tradita ime. Jo. Mbasi mbaron letrën, ul dorën, drejtohet nga të gjithë ata që ishin mbledhur, pozionin atë kur thriste letrën, thotë: "Si mendoni juve? Çfarë duhet të bëjmë?" Dhe në momentin e parë që ai nuk vendosi t'ia kushtoj rëndësinë vetes, po t'ia kushtoi rëndësinë atyre nga të cilët buron dhe fuqia e tij, ata njëzëshmi të gjithë përforcuan atë gjë që ai mund të kishte thënë vetëm nëse do ishte cinik. Mendoj se ka dhe një aspekt shumë të fortë psikologjik kjo që sapo them. Nuk është vetëm çështja që ti merr një mendim më të kualifikuar. Nëse thon ata që do bësh ti lideri jon, ata janë gati të luftojnë për atë. Ke drejt. Bu. CHI podcast.